Është koha që t'i themi mjaft një qeverisje të papërgjeshme. Një qeverisje e cila në epicendër ka vënë jo qytetarin dhe nevojat e tij, por veten e vet dhe interesat e saj. Një qeverisje e cila gjatë mandatet e saj ka pasur në përduar 10 miliona euro për të ndërtuar rrugë, objekte shkollore, ujësjellës dhe kanalizime. Qeveria e Kosovës është treguar dorë lirë Karshi Skënderaj gjatë këtyre 2 mandateve dhe nuk kemi asgjë kundër, madje I jemi mirënjohës, sepse Skënderaj ka qenë I lënë pasdore nga të gjitha qeveritë të mëparshme. Por kjo zemërgjërsi e qeverisë duhet të shoqërohej nga një kontroll I rrept I përdorimit të këtyre milionave, sepse nuk ishin milionat e saj, por parat të taksapaguesve, të qytetarëve të Kosovës. Prandaj duhet të interesohej për të parë raportin e investimeve me punët e bëra realisht. E ky raport tregon qartë se me këto mjete do të mund të kryeshin shumë më shumë punë, mund të bëheshin shumë më shumë ndërtime, mund të ngrihej niveli I jetesës së qytetarëve, mund të hapshin vende të reja të pune, mund të shtrihej dora për krahjes ndonjë të sëmuri apo ndonjë skamnori. Shkolla mesme teknike në komunën tonë, në vend të përshtatje të tregut dhe të rinjit të përsoshnit pasi të mbaranin shkollën, ajo është qëndruar në një gradinë e cila punëson disa profesor dhe ju humb 3 vite të jetës studentëve të rinjve dhe asgjë më shumë. Në fakt nuk ka treg të cilët të përshtatej, duke qenë se mundësia për punësim në komunën tonë është shumë e vogël, të rinjt tonë më shumë se sa të rinjt të komunëve të tjera vazhdojnë të përfundojnë shkollimet superiore dhe për fat keq prapë përfundojnë në për kafeteri. I ka ra për hi se lëvizjes vetëvendosje me aktivitetin e saj, me guximin e saj, ta sjell pluralizmin politik në Drenicë. Që sa vite votohet në Drenicë, por s'ka pas pluralizëm. Lëvizja vetëvendosje e solli pluralizmin politik dhe shumë partijak në Drenicë. Ta shëtutje nuk është vetëm një parti e cila I numëron votat para se t'japin qytetarët. Prandaj lëvizja vetëvendosje u hapi rrugën edhe subjekteve dhe partive tjera. Ejani në Drenicë ta shëtutje, konkuroni dhe punoni. Në lëvizjen vetëvendosje fillon ndryshimi e bashkë me ndryshimin edhe lajmi madh, se Drenica meriton të qeveriset ndryshe, Drenica meriton të votojnë shlirshëm, Drenica meriton kryetar të cilët punojnë dhe mendojnë për qytetarët e vet. Kështu nuk ka qenë deri sot, kështu do të jetë tash ato gjë. Në emër të krahut luftës, të ashtë të quajtur të krahut luftës. Kush është ky krah I luftës? Ku është ai krah I luftës? Nuk ka krah të luftës tjetër përveç se popullit. Krahu I luftës është populli dhe lufta ushtrisë shqiptare nuk I takon askujt tjetër përveç popullit që ka bërë këtë luftë, përveç popullit që ka dhënë shumë çmim për të marrë këtë luftë. Ftoj në skenë mentor Meta, I cili është ekonomist I diplomuar, është nga Skënderaj. Gjithashtu ftoj në skenë Lavdim Tahirin, ekonomist I diplomuar. Është nga Klina e Poshtme. Ftoj në skenë Hysni Mehanën, Fakulteti Filozofik. Është po ashtu nga Skënderaj. Ftoj në skenë Adelina Sidiun, Fakulteti I Edukimit. Është nga Prekazi. Ftoj në skenë Avni Ramadanin, I cili është student. Dhe është nga Likovci. Ftoj në skenë Adnan Kocin. Është student dhe është nga Pulaci. Ftoj në skenë Sadri Rushitin Sallën, ekonomist. Ftoj në skenë
Vlera Sohagërdhën, studente shkenca politike, e cila është nga Qubreli. Në numër 10 kemi Milot Zekin, e cili sot mungon për arsye se është në punë dhe pronari i tij nuk ka pas mirë kuptim për te. I cili është jurist. Ftoj në skenë një ndër më të vlefshmit ndoshta, sepse mosha e tij, përvoja e tij shumë vjeçare, me arsim dhe përvoja të tjera, e ky është Imer Halili. I cili është pedagog dhe vjen nga Prekazi. Tani më ftoj në skenë Fitore Hajrizin, studente. Pas Fitores, ftoj në skenë Fatmir Halitin nga Zvicër. Radhën e ka Brikena Koshtova, studente. Gjithashtu Shkelzen Dani mungon për arsye se sot ka pas një provim dhe mungesa është arsyeshme. Ftoj në skenë Urim Ramadanin, student i cili është nga Skënderë. Ftoj në skenë Gazmen Danin, student nga Tica. Dhe tani e ka radhën Enkela Koci, studente. Po kush t'i gjeni? Më falni, se Shkelzeni që nga këtu, se më falë Shkelzen. është pra lajmëruar që më falni se nuk na kanë lajmëruar, unë e kom di që sot mungon. Ftoj në skenë me gjithë Avdiun muzikant, sepse neve na duhet muzika. Dhe gjithashtu Arjona Zeneli sot vargu ton do t'i bashkangjitet tashme kryetari i lëvizjes vetëvendosje Zefria Gjinkuti. Korrupsionin jo vetëm që do ta ndalim, jo vetëm që do t'i përjashtojmë nga punat korruptuarit, por edhe pasurinë e palegjshme e padjerë që ja kanë vjedh popullit ta komunar të korruptuar, ne do t'ja kthejmë qytetarëve si në buxhetin komunal, po ashtu edhe në atë shtetëror. Me lëvizjen vetëvendosje në qeverisje nuk do të ketë asnjë familje pa kul mbi kokë dhe asnjë shtëpi pa dikë të punësuar.